Rivaliteti mes tyre ka qenë një ndër temat më të komentuara që nga nisja e këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova, duke u shndërruar në një nga boshtet kryesore të dinamikave brenda shtëpisë më të famshme në vend. Bëhet fjalë për Eliona Binakaj dhe Benita Zen, dy konkurrente që në javët e para u pozicionuan përballë njëra tjetrës, fillimisht me debate të vogla e më pas me përplasje më të forta, të cilat shpesh kanë dominuar diskutimet mes banorëve dhe reagimet e publikut jashtë. Mosmarrëveshjet mes tyre nuk kanë qenë vetëm çështje simpatie apo antipatie të thjeshtë. Ato janë ndërtuar mbi konkurrencën, strategjinë dhe mbi një situatë që i ka vendosur shpesh në pozita të vështira emocionale. Shkaku kryesor i përplasjes lidhet me pëlqimin që të dyja kanë shprehur për konkurrentin e këtij edicioni, Klodian Mihaj. Interesi për të njëjtin person ka krijuar tension të vazhdueshëm, xhelozi të nënkuptuar dhe situata të sikletshme, sidomos në momentet kur Klodiani është parë më i afërt me njërin apo tjetrën. Brenda shtëpisë, kjo dinamik ka kaluar në disa faza, herë me kunja të drejtpërdrejta, herë me komente ironike, e herë me debate të hapura ku secila ka mbrojtur qëndrimin e saj. Në disa raste, përplasjet e tyre kanë ndikuar edhe në ndarjen e grupeve brenda shtëpisë, duke bërë që banorët të pozicionohen në anë të ndryshme. Megjithatë, në një bisedë të fundit me finalistin e parë të këtij edicioni, Ludo Le, Eliona bëri një deklaratë që surprizoi jo pak. E pyetur se kë do të dëshironte përballë në finale, ajo theksoi se do që ta ketë pikërisht Benitën si kundërshtare. Unë kam qejf me pas kundërshtare në finale. Se ka bërë gjithçka këtu brenda, i ka jep zor se nuk dike ka të shpreh pëlqimin, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se, pavarësisht rivalitetit, e sheh Benitën si lojtare të fortë dhe të denjë për një përballje të drejtpërdrejtë në natën finale. Më tej shtoj, e meriton. Si lojtare bravo i qoftë, asnjëri, një fjali që u interpretua në forma të ndryshme nga banorët dhe publiku. Nga njëra anë, Eliona duket se vlerëson lojën dhe angazhimin e Benitës brenda shtëpisë, nga ana tjetër, lë të hapur pikpyetje sa i përket raportit të tyre personal jashtë strategjisë së lojës. Kjo deklaratë ka hapur diskutime të reja. A është kjo një shenjë e një reflektimi të sinqert nga ana e Elionës, apo një lëvizje strategjike për të pozicionuar si lojtare që përballet me më të fortët? Në një format si ky, ku çdo fjalë dhe çdo qëndrim peshohet nga publiku, deklarata të tilla mund të ndikojnë drejtpërdrejt në perceptimin e audiencës. Ndërkohë, marrëdhënia mes vajzave mbetet e brisht dhe e mbushur me tension të heshtur. Çdo sfidë, çdo nominim dhe çdo spektakël i radhës mund të rindezë rivalitetin mes tyre, sidomos nëse dinamika me Klodianin merr një kthes të re. Tashmë gara po hyn në fazën më të nxehtë dhe publiku është kurioz të shohë se cilët do të jenë 3 finalistët e tjerë që do t'i bashkohen Ludos në finalen e madhe. A do të arrijnë Eliona dhe Benita të përballen kokë më kokë në natën vendimtare? Apo rrugëtimi i njerëz do të ndalet para finales? Një gjë është e sigurt, rivaliteti i tyre ka lënë gjurmë të forta në këtë edicion dhe ka qenë një ndër shtyllat kryesore të spektaklit, duke e bërë garën edhe më të fortë dhe më të paparashikueshme deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.